Karota është feneri i dritës që ndizet vetëm kur trupi ka qelsin. Pra nuk ndizet drita në qoftë se nuk kemi qelsin. Sepse faktikisht ajo edhe pse është simboli i qartësisë dhe i dritës në trupin ton, ajo nuk është vetëm për problemet e shikimit. Ajo nuk është vetëm për syt. Është për të gjithë trupin sepse lëshon një dritë në errësirën e trupit ton. Karota flet nëpërmjet pigmentimit të saj të portokallt që ka dhe aktivizon disa receptorë renital të ndjeshëm ndaj dritës, të cilët janë pranishëm jo vetëm tek syri, por edhe në lëkurë edhe në tru. Prandaj, të gjithë sinjalet që dërgohen nga nëpërmjet këtij elementi rregullojnë gjithë ritmin cirkadian, gjumin, ndjenjen e energjisë dhe përqendrimit. Beta-karoteni, që përmban nivelin e provitaminës A, përkthehet në një formë aktive të renitolit në trup. Po për këtë është e rëndësishme që shoqërohet me yndyrra të shëndetshme dhe me nivele të mineralit, sidomos të zinkut, të cilën aktivizon një enzim që ndihmon të kthehet në zhndërimin e renitolit. Bën dhe rindërtimin e qelizave të lëkurës dhe të mukozës, forcon sistemin imunitar, bën mbështetjen e qelizave, të mërqisë sidomos dhe balancimin e tyre, por dhe balancimin hormonal sidomos të gratë, sepse ndikon në prodhimin dhe stabilizimin e progesteronit, që është shumë e rëndësishme sepse përmban luteolin dhe zeaxanthin, që janë dy nivele shumë të larta, por përmban dhe falcarinol, që është një përbërës me veti antitumoriale që mbron qelizat nga niveli i destabilitetit ose degenerimit të mutacioneve.